on this day. 1481, lindi Kristiani II, mbreti i Danimarkës. Sot ka ditëlindjen dhe Gottfried Wilhelm Leibniz, matematicieni i gjerman i integraleve dhe diferencialeve, njëkohësisht dhe filozof, lindi në vitin 1646. 1903, ka lindur Amy Johnson, pilotja e parë britanike në drejtimin e një avioni. Po në vitin 1906, lindi në New York Estée Lauder, biznesmeni amerikane që themeloi kompanin gjigante të kozmetikës me të njëjtin emër. Më një korrik të vitit 1928, në Tiranë u lind aktoria Esma Agolli, artiste e merituar. 1934, ka lindur regjizori amerikan Sidney Pollack. 1952, lindi aktori dhe komediani kanadezo-amerikan Dan Aykroyd, ka interpretuar tek SNL apo Vëllezërit Blues e të tjerë. 1961, ka lindur Diana Spencer, princesha e Walesit, ish bashkëshortja e princit Charles, ndoroi jetë në një aksident rrugor në vitin 1997. 1961, lind në Alabama Carl Lewis. Lewis ishte një ish atlet amerikan që fitoi 9 medalje ari olimpike, 1 medalje argjendi olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botror. 1967, lindi Pamela Anderson, aktoria kanadezo-amerikane që njohu famën me serialin Baywatch. Ajo ka qenë dhe ndër modelet e Playboyt. 1971 është viti lindjes së Missy Elliott, reperja amerikane ka lindur më një korrik në Portsmouth, Virginia. Sot është edhe ditëlindja e Liv Tyler, aktore amerikane që është dhe vajza e këngëtarit të Aerosmith, Steven Tyler, lindi në vitin 1977.